Ka qenë sezon shumë e vështirë, mirë po objektivi i qartë ka qenë prej fillimit këtë vetë inkuadrimi si kampion madje. Domethënë si vetë nuk kemi dashur as me konsideru barazhin, normalisht kemi mujt me përfundu edhe në barazh, mirë po ekipa ka bërë krejt përgatitje të nevojshme që prej ditës së parë, ose në fakt prej gjirës së parë, e deri në gjirën e fundit kemi qenë vend parë, kemi udhëheq, kemi pas diferenca në momentin të caktuar deri në 7 pikë, kemi mujt me kundërshtarin direkt me e thellua diferencën në 10 pikë. E kemi merituar shumë, e kemi merituar për shkak të futbollit bukur që kemi luajtur, për shkak të sulmit shumë të mirë, bëndshëm në 2 grupet për shkak të mbrojtjes më të mirë në 2 grupet, kështu që mendoj që kemi bërë një punë të mirë, një sezon të mirë. Planifikojna me mbajt një pjesë të strukturës të ekipës, lojtarë që na besojnë që disa ndoshta kanë me luajtur prej fillimit standardi, sa kanë me qenë në konkurrencë me lojtarë që duhet më sjell. Mirë po na jemi shumë të vetëdijshëm që kualiteti i Superligës është nuk po them me bo Premier League, tash më thonë që është larg, po është dukshëm më i lartë, edhe normalisht që na synojmë që me sjell lojtarë cilësor, lojtarë edhe me potencial, po edhe lojtarë cilësor, sepse tash na hina edhe në fazën kur dojmë ndërtu lojtarë në kuptimin e hapësirës për lojtarë të ri. Vitin e parë normalisht duhet me qenë shumë real. Skuadrat e Superligës që kanë të ndërtuar me një bërtham të madhe të kualitetit që kanë një pjesë e madhe tyne. Na nuk mundemi sepse nuk kemi as politikë me sjell me ndru ta shkret ekipet, sepse na besojnë atë potenciali disa futbollista, kogja shumë do futbollista që na i kena që na mujnë me luajtë në Superligë, mujnë me rritje lojtarë 20 vjeçar, 22 vjeçar që kanë shumë potencial, kanë bërë shumë barë në nivelin e ligës parë. Po normalisht që kemi me sjell kualitet, edhe vit pas viti kemi me shku të ndërtu, të rrit kualitetin, normalisht me rritjen e kualitetit, rritjen e investimit, synojna me mri edhe objektiva tjera. Prishtina është klub shumë i madh, klub me nam, me histori, edhe na normalisht e respektojna shumë edhe vlerësojna shumë. Na kena me po punën tonë në këtë aspekt, nëse mujna 4 herë edhe kena me poshtë, por normalisht kjo është futboll. Shumë besoj që ka me jap një frymë pozitive në kuptimin e atmosferës e disponimit për gjithçka qytet, ndeshjet ose përballjet tona direkte me Prishtinën, ndoshta më shkruajt edhe derbi lokal. Unë sa kam pa edhe si futbollist sa kam qenë, më kam mbet ndoshta ëndër pse s'kam luajtur një herë derbin Drita Gjilani. Jo, nuk ka kurrë gjë të vërtet, të paktën për anës tonë jone, edhe bazën ligjore kemi të sqaruar sepse domethënë është e precizuar qartë që momentin që i ki 3 shkronja dallim, domethënë nuk ka që ka ndonjë farë konsekuencë se diçka, ne kemi 3 shkronja dallim me Prishtinën. Edhe gjëja tjetër që është shumë e rëndësishme është në Angli e ki Manchester United, Manchester City, domethënë kjo nuk përbën kur nuk duhet me pas, as nuk ka me pas në farë problemi, në aspektin ligjor jemi komplet në rregull te kjo pjesë.